Bordi i Transparencës së Hidrokarbureve ka vendosur sot rritjen e çmimit të naftës me 15 lekë dhe të benzinës me 6 lekë për tregun e pakicës. Nga 203 lekë çmimi i naftës u rrit me 218 lekë për litër, ndërsa benzina nga 175 lekë arriti në 181 lekë për litër. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se çmimi i karburantit ndikon edhe te produktet e tjera apo edhe tek bujqësia, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve që të ngrihen në revolt dhe të bllokojnë rrugët. Partia Demokratike zotohet para shqiptarëve se në Republikën e Shqipërisë nuk do mund të shitet kurrë litër nafte më shtrejt se në Kosovë dhe në Maqedoni, ku çmimi është rreth 60% më i ulët se në Shqipëri dhe në Shqipëri. Pra, ne e ndjekim me shumë shqetësim situatën dhe unë i ftoj shqiptarët të reagojnë ndaj naftës e cila është një nga faktorët më ndëshkues të atyre qindra mijëra familjeve që kanë vetura, por dhe të atyre që nuk kanë vetura. Ata që kanë vetura marrin naftën me çmim të njëjtë ose edhe pak më të shtrejtë se sa Zvicra dhe Suedia. Ndërkohë që rrogat në Zvicër dhe në Suedi janë 6 herë më të larta se sa rrogat e tyre. Ngriuni qytetarë, mos pranoni këtë ndëshkim i cili shpreh dhe një urrëtie se Edi Rama këtë ka bërë se këta kanë dhe t'ja u marrë.